Dy gjëra duhet kuptojnë ata që e kanë iniciuar këtë gjë. S'ka rëndësi se kush, do t'ju vi koha dhe atyre. Nuk i kanë bërë llogarit mirë. Si kanë bërë mirë? Nuk i kanë bërë llogarit mirë. Ata vërtet ndan një dyshe të pandalshme. Ndan një dyshe të pandalshme, e cila prodhonte pushtet dhe vota, por prodhonte dhe mirësi për njerëzit. Se vetëm Ilir Meta dhe Monika dhe gjithë njerëzit, sa njerëz kanë çuar me studime, jashtë shtetit, me kurime, kanë ndihmuar në punë, të gjithë ka fillimi deri në fund, e prishën këtë binom, nuk ka problem, sepse është një binom, është një bukë prerë që nuk ngjitet më, por nuk i kanë bërë llogarit mirë. Po si, se këtë s'arrita kuptoj unë që e bën ata. Po s'ka gjë. Do ta kuptosh, mbas datës 11 maj do ta kuptosh. Por nuk i kanë bërë llogarit mirë. Përfituan në një moment, përfituan në një moment vulnerabiliteti në familjen tonë. Ç'do të them vulnerabilitet? Po, kishim një problem familjar, të cilin s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi se ç'a ndodhi, është gjë që ka kaluar, është një situatë që unë kam thënë gjithmonë që e kemi kaluar tashmë, do ecim përpara që të gjithë. Një moment vulnerabiliteti që të dy burrë dhe grua e kishim shumë të vështirë në marrëdhënie me familjen tonë, të cilët njëri e përballoi më me forcë, mblodhi veten dhe eci përpara, tjetri nuk e përballoi dot dhe vazhdoi në historitë e tjera. Tani, në këtë drejtim, ata që kanë fundur hundët dhe e kanë mbjell farën e keqe, nuk i kanë bërë llogarit mirë. Tani, zakonisht zonjë, jo zakonisht, po një burrë ndan gruan për një grua tjetër. Zoti Meta ka thënë, nuk e kam ndarë. Ndau për kushtetutën. S'ka gjë, shumë mirë të martohet me kushtetutën. Dhe me ata